Një tjetër edicion plot elegancë, ëndra dhe konkurrencë ka nisur zyrtarisht rrugëtimin e tij. Miss Shqipëria 2026 ka mbledhur këtë vit qindra aplikime nga vajzat brenda dhe jashtë trojeve shqiptare, duke konfirmuar edhe një herë interesin e madh për një nga kompeticionet më prestigjioze të bukurisë në vend. Nga rreth 400 konkurrente të regjistruara, vetëm 25 vajza arritën të përziten për të vijuar garën drejt kurorës së Miss Shqipëria. Të martën, organizatorët zhvilluan një takim me finalistet, një moment prezantues që shënoi edhe nisjen simbolike të këtij edicioni. Në atmosferën e entuziazmit, vajzat u njohën më nga afër me programin intensiv që i pret gjatë turit zyrtar i cili do të nisë më datë 22 maj dhe do të kulmojë me finalen e madhe më 6 qershor. Ky rrugëtim është shumë i rëndësishëm për mua edhe për atë që dua ëndrat e mia, atë që dua të bëjmë, domethënë në jetë. Sepse besoj që për vajzat që jetojnë jashtë shtetit, të rikthehen në Shqipëri, shumë gjë e bukur. Jam lindur në Itali dhe jetoj atje, kështu që është eksperjenca ime e parë që paraqitem edhe të reprezentoj shtetin tim, Shqipërinë. Edhe është një eksperiencë që dua ta mbaj, që të rritem si një person, edhe që të shfaqem në publikun shqiptare. Ndjehem shumë e lumtur dhe mendoj që kam një eksperiencë shumë e bukur, mendoj që kam ndihmuar shumë në formimin tim. Producenti Petri Bozo u shpreh se edhe këtë edicion të 28 fokusi mbetet tek promovimi i kulturës shqiptare, por mbi të gjitha i vajzave pjesëmarrëse me elegancën dhe vlerat që ato përfaqësojnë. Turi do jetë interesant, si zakonisht i shërben në mënyrë absolute objektivit final që ka pasur jetë e motë Miss Shqipëria që kur është krijuar. Pra, kemi programuar tashmë gjithë turin nga pjesa e Shqipërisë mesme në jug dhe deri në jashtë territorit të Shqipërisë në Greqi. Për disa javë, konkurrentët do të jenë pjesë e aktiviteteve, sfilatave, seteve fotografike, vizitave promovuese, si dhe sfidave që do t'i vënë në provë jo vetëm bukurinë, por edhe personalitetin, komunikimin dhe përfaqësimin e tyre publik.